Prishtina, një nga komunat ku votua të dielën në raundin e dytë të zgjedhjeve, nuk ndryshoi kryetar, duke konfirmuar kandidatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës përparim Rama. Ky i fundit fitoi garën përballë Hajrullah Çekut. Pas kësaj fitoreje, kandidati i lëvizjes Vetëvendosje pranoi humbjen dhe uroi Ramën, duke u shprehur se shpreson që Prishtina të dalë nga vështirësitë në të cilat, sipas tij, është përfshirë në vitet e fundit. Sa kaq, Lidhja Demokratike e Kosovës e quajti rezultatin në Prishtinë fitore për të gjithë Kosovën. Sot është fitore e të gjithë qytetarëve të kryeqytetit, sot është fitore e të gjithë Kosovës. Prishtina tregoi që don zhvillim, Prishtina tregoi që nuk don bllokim. Gjitha qyteteve që fitoria shënon qytetarin, mbi gjitha urime Republikës Kosovës. Lëvizja Vetëvendosje festoi fitoren e kandidatëve të saj në Mitrovicën e Jugut, Fushë Kosovë dhe Obiliq. Kryetari Albin Kurti tha se kandidatët e tij për kryetar komune kanë zhvilluar një betejë të jashtëzakonshme elektorale. Të suksesshme, rezultatet e balotazhit i vlerësoi edhe lideri i AK-s Ramush Haradinaj, partia e të cilit fitoi 4 komuna. Sipas rezultateve paraprake të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Lidhja Demokratike e Kosovës fitoi në 5 komuna, Lëvizja Vetëvendosje dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në 4 secila dhe Partia Demokratike e Kosovës në 3 komuna.